Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot Kosovën, ku një fëmijë 5 vjeçar nga Lipjani është dërguar në gjendje të rëndë në emergjencën qendrore të QKUK-s me plagë serioze në trup. Rasti ka çuar në arrestimin e prindërve të tij të dyshuar për shkelje të detyrimeve familjare dhe lëndim të rënd trupor. Sipas zëdhënësës së prokurorisë themelore në Prishtinë, Katrina Shala, të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë, ndërsa brenda afatit ligjor pritet të paraqitet kërkesa për paraburgim në gjykatën kompetente. Ndërsa zëdhënësja QKUK Mirlinda Qyçalla ka bërë të ditur se fëmia është pranuar i referuar nga QKMF Lipjan me plagë të rënda në të dy shputat e këmbëve të shoqëruara me ndryshime të theksuara gangrenoze. Sipas saj, në momentin e pranimit, ai ishte në gjendje të rënduar shëndetësore me shenja të hipotrofisë, dyshim për keq ushqyerje dhe me vështirësi në komunikim. Ajo ka shtuar se menjëherë pas pranimit janë kryer konsultat me kirurgun plastik dhe pediatrin, të cilët kanë rekomanduar hospitalizimin urgjent në klinikën e pediatrisë. Kujdesi intensiv pediatrik ku po trajtohet aktualisht. Fëmia i është nënshtruar ekzaminimeve të plota laboratorike dhe imazherike, ndërsa trajtimi intensiv i plagëve po vazhdon. Sipas zëdhënësës të QKUK-s, në procesin e trajtimit janë përfshirë edhe specialistë të tjerë, përfshirë kirurgun vaskular dhe ortopedin. Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, mbështetje po ofrojnë edhe psikologu, psikiatri i fëmijëve dhe punëtori social. Ajo ka theksuar gjithashtu se për shkak të dyshimeve për keq trajtim janë njoftuar policia dhe shërbimet sociale. Aktualisht, fëmia ndodhet pa praninë e prindërve apo kujdestarit ligjor dhe është nën kujdesin e vazhdueshëm të stafit mjekësor dhe punëtorëve social. Lidhur me rastin, insajderi ka kontaktuar Qendrën për Punë Sociale në Lipjan për të kuptuar më shumë detaje mbi gjendjen dhe masat e marra. Drejtoresha e QP-s në Lipjan, Makfirete Shamolli, ka konfirmuar për insajderin se menjëherë pas marrjes së informacionit ka ndërmarrë masat emergjente për mbrojtjen e fëmijës. Qendra për Punë Sociale ka vepruar në përputhje me kompetencat e saj ligjore dhe detyrimin për të ndërhyrë menjëherë në rastet kur ekziston rrezik për mirëqenien e fëmijëve. Masat e ndërmarra përfshirë largimin e përkohshëm të fëmijëve nga familja, është ndërmarrë si masë mbrojtëse emergjente bazuar në vlerësimin profesional rreth situatës, ka thënë ajo.